Ditën e njëjtë, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani u bëri thirrje qytetarëve të denoncojnë krimet zgjedhore për manipulim dhe blerje votash me financime, dhurime materiale, premtime e presione, që bëhen e do bëhen nga strukturat e partive politike, biznesmenë mbështetës të tyre. Ditët e fundit, pamfleti ka denoncuar krimet zgjedhore që ka nisur të bëjë kryeministri Edi Rama, me urdhra për pagesa paradhënie kompanive private që kanë shumë punonjës, për patronazhim financiar ilegal prej ministrive në 12 qarqe, dhe saim tender është fiktiv nga disa bashki për të krijuar fonde në fushat. Një informacion tjetër për krim zgjedhor na ka ardhur nga zona e Fierit, ku thuhet se kinezët e kompanisë koncesionare të naftës Bankers kanë nisur të përfshihen si mbështetës material për fushatën elektorale të PS-s në territorin e 3 bashkive, Fier, Patos dhe Roskovec. Shefat e kompanisë Bankers kanë mbyllur pazarin me kryebashkiakun e Fierit Armando Subashi, me kryebashkiakun e Patosit Fation Duro dhe me kryebashkiakun e Roskovecit Majlinda Bufi, për të mbështetur materialisht propagandën e PS-s gjatë fushatës elektorale. Sipas informacionit, shefat e kompanisë Bankers kanë rënë dakord me shefat e këtyre bashkive të kontribojnë në grumbullimin e votave, duke dhuruar 10.000 pako me ushqime për familjet në nevojë gjatë fushatës e deri pak ditë para zgjedhjeve. Ka indicie se kinezët e Bankers do bëjnë financime ilegale për fushatën e PS-s në këto zona, por është fakt që gjatë zgjedhjeve parlamentare e lokale në periudhën 2017-2023, ata janë përfshirë hapur në fushata me pako ushqimore, dhurata fëmijësh, pagesa invalidësh, investime dhe çanta me para te shefat e bashkive dhe te PS-ja lokale. Madje gjatë fushatave të mëparshme, kinezët e Bankers kanë bërë publikisht marrëveshje financimi dhe punë komunitare me kryetarët e këtyre bashkive. Ndërto, Bankers ka sponsorizuar fushatën e kandidatit për deputet të PS-s në Fier, Baftier Zeqaj, ish drejtori Alpetrol, i cili ka monitoruar zbatimin e kontratës së koncesionit të naftës, por edhe fushatat e deputetëve të tjerë dhe të kryetarëve të bashkive Fier, Patos e Roskovec, që nuk i marrin taksat dhe i lejojnë ndotjet. SPAK ka krijuar task force-ën për të goditur krimin zgjedhor, ndërsa drejtuesi Altin Dumani bëri thirrje të denoncohen këto krime. Një prej të cilëve është futja e kinezëve të Bankers në fushatën e PS-s në Fier me pako ushqimesh dhe financime ilegale.